dija fetare. Po, patjetër që shoqëria jonë fillimisht ne që të dimë dhe të përkujtojmë, shoqëria jonë është shoqëri e cila njohuritë fetare nuk i ka të tanishme. Do thotë kronologjia historike flet se parafërsisht ne kemi edhe data dhe kemi çështje të shkruar, kemi histori të bërë që po themi kemi spaku 8 shekuj me fenë islame. Por të mos thonë që i tejkalojmë 8 shekuj sipas shumë studimeve që flasin studios tuaj edhe tond, që do thotë kemi datime rreth 10 shekujve që Islami ka në trojet tona, por me bollëk dhe me përgjithësi kemi 8 shekuj që Islami është në trojet tona dhe i bie që Islami nuk nifet për sot. Ne kemi shekuj me radhë hoxhallar, dietar të mëdhenj, të cilët e kanë njoft Islamin dhe kanë sjellë njohuri fetare në shoqërinë tonë, që nga dekada e 3 e shekullit kaluar ne kemi hoxhallar me fakultet. Hasan Efendi Nahin, profesorin nderuar, Allahu mëshiroft, është i pari që me sa kujtoj, nëse nuk gabojnë datë dikon vitin 1937, ai ka qenë student ose ka përfunduar studimet në Universitetin e Azharit në Egjipt, që në atë kohë ka qenë problem me gjetë me shkollë 4 vjeçare në vendin tonë. Ai ka qenë, do thotë, me fakultet. Me shkollë të mesme ose me shkolla të larta profesionale fetare ka pas çmoti. Prandaj do të them që ka patur të shkolluar dhe ka edhe më tani, po flasim sidomos që nga mesi i shekullit kaluar dhe dekadat e fundit të shekullit kaluar, këto 2 dekada gjysmë të këtij shekulli, kemi një profilizim të mirë të kuadrit fetar, gjithsesi që shoqëria jonë ka nevojë edhe më të mëson për fe, mirë po. Nuk mjafton që feja të mësohet vetëm në xhami. Këtë do ta them me këtë hyrje që e bëra, sepse ne edhe numerikisht, pra jemi ky numër që jemi tani, statistikat e fundit na kanë nxjerrë që jemi afër 94% musliman në këtë vend dhe në asnjë formë nuk do të duhet të njiheshim inferior, pavarësisht profesioneve që i kemi. Ne të gjithë i shërbemi kësaj shoqërie, këtij kombi, këtij vendi, secili ka dhe fenë e vet, të krishterët, katolikë dhe ortodoksë dhe të tjerë. Ne kemi fenë tonë, pra kemi vendin tonë të përbashkët, kemi shoqërinë tonë të përbashkët. Duhet pra ta kuptojmë që shoqëria formohet në të gjitha dimensionet dhe duke justifikuar edhe me shtetet përreth, shtetet evropiane, të cilët tani më ka dekada, por më thon ka edhe shekuj, sikurse Austria që e ka lëndën fetare si program arsimor dhe kemi pa që shoqëritë perëndimore janë ngritur në kuadër të kësaj, po flasim nga aspekti i edukimit. Atëherë, pse do thotë vendi ynë të mos e ketë lëndën fetare, aq më tepër duke marrë parasysh problemet amorale që janë, dukuritë negative, fenomenet, therrjet në shkollë me thikat e të trit, tentim vetvrasjet e shumë fenomene të tjera, pra dhënia pas pijeve narkotike tek rinia. Pra ne peshojmë që nuk po mjafton studimi arsimor se shkollat shtetërore, qofshin ato private, pra pa lëndën fetare që ti tejkalojnë këto probleme. Ne mendojmë dhe besojmë që prezenca e lëndës fetare, kyçja e lëndës fetare do të jetë një ndihmëse e madhe për shoqërinë tonë, për përmirësimin e shoqërisë, ose do të po them që është plotësim e atyre segmenteve ku nuk po plotësohet në pjesë të tjera, pra nga arsimi shtetëror.